Receta më e fortë që ndalon menjëherë dhimbjet e stomakut dhe ndalon kollën vetëm me 2 përbërës. Soda e bukës është një përbërës fantastik që krahas recetave të gatimit gjen përdorime të veçanta edhe në shumë receta të ndryshme natyrale. Në këtë video do të rendisim një recetë të vjetër me përbërës kryesor sodën e bukës dhe qumshtin, për të lehtësuar kollën, fytyn e acaruar dhe ftohjen dhe njëkohësisht edhe shëndetin e mirë të stomakut. Duke qenë se është pikërisht periudha kur kemi edhe uljen e temperaturave, virozat shoqërohen përherë me dhimbje fytye dhe kjo lloj mund të jetë një metodë më e mirë natyrale për të mbajtur shëndetin tuaj më të fortë dhe për të lehtësuar të ftohurën problemet të shkaktuara të ngjashme të tjera. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kundër kollës, fytyt të acaruar dhe problemeve me stomakun, konsiderohet si metoda më e mirë dhe e shpejtë natyrale, sidomos efikase në lehtësimin e fytyt të acaruar dhe largimin e kollës nga e ftohura, citon Brightside. Ajo vepron menjëherë duke lehtësuar dhimbjet e fytyt dhe duke larguar kollën gjithashtu. Krahas këtij efekti mirëbërës, qumshti i ngrohtë me sodë buke ndihmon sistemin tretës të mirë funksionojë. Kjo recetë rekomandohet të pihet për 2 javë rresht në muaj, çdo mëngjes ose para ose pas ushqimit. Më pas, receta ndërpritet dhe mund të përsëritet disa herë në vit. Megjithatë, për personat që kanë probleme me stomakun, rekomandohet që të këshillohen më parë me mjekun. Përgatitja dhe përdorimi i kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Mjafton të shtoni një lugë kafeje me sodë buke në një gotë me qumësht të ngrohtë, i përzieni dhe më pas e konsumoni. Në rastin e problemeve me fytyn dhe kollën, rekomandohet të konsumohet një orë përpara se të flini, ndërsa për tretjen e mirë dhe shëndetin e stomakut, e njëjta recetë rekomandohet të pihet edhe në mëngjes. Qumshti me sodë buke mund të përdoret edhe gjithashtu për shëndetin e lëkurës. Krijimi i një paste me 2 lugë çaj qumësht dhe 1 lugë çaj me sodë buke është i rekomanduar për lehtësimin e problemeve të lëkurës së fytyrës. Mjafton të përgatitet kjo mackë, të aplikohet dhe të mbushet për rreth 15 minuta dhe më pas të shplahet me ujë të vakët. Kjo maskë duhet të ndihmojë në rigjenerimin e lëkurës të fytyrës dhe të lehtësojë gjithashtu edhe problemet e ftohjes. Kolla është një fenomen krejtësisht normal që ndihmon në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes nga mikrobe të ndryshme dhe mukosi i tepërt. Megjithatë, një kollë e vazhdueshme dhe e gjatë mund të jetë e pakëndshme dhe gjithashtu tregon një sër gjendje shëndetësore që duhet të trajtohen. Megjithatë, mund të përpiqeni të krijoni edhe receta të ndryshme antiinflamatore në kushte shtëpie. Ja disa preparate natyrale që mund t'i bëni në shtëpi, të cilat vërtet ndihmojnë në lehtësimin e kollës dhe dhimbjeve të fytit, sipas Healthline. Gargara me ujë të kripur mund të jetë një zgjidhje lehtësuese. Nëse kolla juaj shkaktohet nga një infeksion bakterial, uji i kripur mund ta lehtësojë atë. Përzjeni gjysmë lugë krip me 1 lugë me ujë të vakët dhe mund ta përdorni edhe duke kombinuar në një gotë me ujë të vakët. E bëni gargar 2 ose 3 herë në ditë. Megjithatë, nëse është një infeksion viral, kripa nuk do të ndihmojë, por adresoheni tek mjeku. Pini çaj xhenxhefili. Xhenxhefili është vërtet një nga recetat që ndihmon në reduktimin e kollitjes dhe qetësimin e dhimbjeve të fytit. Gjithashtu, rrënja e saj ka veti antiinflamatore dhe antioksiduese. Mund të blini qese çaj ose të krijoni vetë rrënjën e xhenxhefilit dhe t'i shtoni mjaltë dhe limon në të. Shtoni mjaltë në lëngun që pini. Mjalti ka efekte qetësuese dhe mund të lehtësojë rrugët e traktit të sipërm respirator, të largojë dhimbjet dhe të lehtësojë fytyn pa shkaktuar gjithashtu edhe komplikacione të shëndetit. Merrni një lugë gjedhe vaj ulliri në dietën tuaj. Shumë studime kanë treguar se vaji i ullirit luan një rol të rëndësishëm në trajtimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive. Kur personat mund të kenë këto shqetësime, krijoni një shtesë mbrojtëse dhe lubrifikon dhimbjet e fytit. Gjithashtu lehtëson kollën dhe zvogëlon ndjenjen e acarimit në fyt. Merrni probiotik. Të gjithë e dini se probiotikët janë të mira për shëndetin e zorëve, por gjithashtu luajnë një rol parandalues për ftohjen dhe reduktimin e kollitjes. Përdorni shurupin e qepës. Shurupi i qepës u jepet të gjithëve, gjithsesi qepa është vërtetuar se hollon sekrecionet dhe në këtë mënyrë ndihmon në lehtësimin e ngarkesave në mushkëri. Është përdorur prej kohësh në mjekësinë popullore si një ilaç për të ftohurën.
por shurupi i saj do ju ndihmojë edhe në lehtësime të tilla. Aplikoni kompresa me mustardë. Mustarda stimulon qarkullimin e gjakut duke zgjeruar kapilarët. Mbajtja e kompresave të saj në gjoks ndihmon në hapjen e rrugëve respiratore dhe gjithashtu do të mbajë larg edhe problemet të cilat mund t'ju shkaktojnë kollën e tepërt. Kolla dhe dhimbja e fytit janë probleme të zakonshme shëndetësore të raportuara veçanërisht kur ndryshon moti. Dhe gjithashtu mund të përdorni receta të ndryshme natyrale sipas Elcait, të cilat në kushtet e shtëpisë do të lehtësojnë në çështjen tuaj derisa të merrni trajtimin e specializuar. Uji i ngrohtë me mjaltë. Uji i ngrohtë me lëng limoni është një mënyrë e shkëlqyer për të qetësuar fytin dhe për të forcuar imunitetin. Kombinoni edhe mjaltin. Disa njerëz mund të konsiderojnë përdorimin e limonit për vitaminën C dhe mund të lehtësojë irritimet e fytit. Vetita antibakteriale të mjaltit mundet që ta bëjnë atë edhe më lehtësuese. Lëng xhenxhefili dhe mjalt. Lëngu dhe mjalti i xhenxhefilit janë një tjetër recetë shtëpiake e përdorur që mund të lehtësojë kollën dhe dhimbjet e fytit. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është të merrni një lugë çaji lëng xhenxhefili dhe të shtoni të njëjtën sasi mjalti dhe ta gëlltisni. Çaj me xhenxhefil. Çaji me xhenxhefil mund të mos jetë i preferuari juaj, por kështu vetitë e tij antiinflamatore mund të bëjnë mrekulli. Zjeni disa lugë me xhenxhefil dhe gjithashtu e shoqëroni edhe me qumësht, kështu përfitimet që do të keni do të jenë lehtësuese për çështjen tuaj. Përdorni terapinë me avull. Nuk ka nevojë të shtoni një kapsulë ose avull në ujin që vlon. Avulli i thjesht mund të funksionojë, por është më e mira të qëndroni sipër, të vendosni një peshqir sipër kokës dhe të merrni frymë sipër avullit të lëshuar. Kjo do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të lehtësuar rrugët tuaja respiratore. Gargara me ujë të kripur mund të jetë gjithashtu një lehtësim. Gargara me ujë të kripur është një tjetër recetë shumë e mirë që mund të lehtësojë dhimbjet e fytit pa antibiotik. Bërja 2 ose 3 herë në ditë mund të bëjë mrekulli, sidomos edhe për qetësimin e dhimbjeve të fytit, citon studimi. Shumë interesante është gjetja e disa recetave të ndryshme të cilat ndihmojnë në eliminimin e kollës. Të gjithë mund të përdorim receta të cilat mund t'ju japin lehtësime të duhura, por ato në kushte natyrale mund të jenë më të mira edhe në lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Disa ushqime konsiderohen të dobishme për trajtimin e kollës, sepse ato përmbajnë lëndë ushqyese të rëndësishme që mund të rrisin imunitetin dhe të qetësojnë gjithashtu edhe dhimbjet tuaja të fytit. Dhe një prej tyre është edhe banania. Bananet konsiderohen se veprojnë në kundër inflamacionit dhe reduktojnë gjithashtu edhe sekrecionet dhe infeksionet. Ato janë shumë të pasura me vitaminën C dhe vitaminën B6, kalium dhe fibra dietike, të cilat do të ndihmojnë organizmin tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe do të nxisin një shëndet më të mirë të tyre. Sigurohuni të zgjidhni produktet e duhura në dietën tuaj, duke mbajtur larg kështu edhe komplikacionet dhe duke nxitur një organizëm më të shëndetshëm. Fibra dietike që gjenden te bananet largojnë toksinat e mukozës dhe gjithashtu mbajnë larg shqetësimet e saj. Kështu do të qetësoni kollën dhe do të lehtësoni komplikacionet. Sigurohuni të konsumoni si duhet dhe elementet ushqyes të tyre do t'i japin një mburojë më të mirë të shëndetit. Përbërësit që ju duhen në realizimin e kësaj recete të thjeshtë janë 400 ml ujë të zjerë, 2 banane mesatare të pjekura mirë, sidomos ato me pika të zeza, 2 lugë me mjaltë. Qëroni bananet, i grini me piru ose me lugë druri dhe i përzjeni me ujë të vluar, e lini të qëndrojë për 30 minuta së bashku. Kullojeni masën më pas dhe pasi të ftohet mund të bëni shurupin e pastër duke kombinuar gjithashtu edhe me mjaltin. Elementet ushqyes të kësaj recete do të bëjnë ndryshime produktive për shëndetin tuaj dhe do të mbajnë larg kështu edhe komplikacione të njëpasnjëshme, citon studimi. Vëmendje. Është e rëndësishme që nëse gjendja juaj është e rënduar të adresoni tek mjeku dhe të mos përdorni receta të cilat mund të krijojnë edhe shqetësime. Vëmendje, pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.